Përshëndetje, unë quhem Kristina dhe sot do t'ju ndihmoj se si të përdorni platformën e-Albania për shërbimet e tuaja personale dhe aplikimet të gjitha llojeve që ju keni në këtë portal. Është shumë e rëndësishme të mësoni ta përdorni mirë këtë portal, juve personalisht të dini mirë passwordet dhe kodet tuaja, sepse në momentin që të dhënat tuaja ju jepen personave të tjerë, ndoshta edhe për t'ju ndihmuar, kjo është shumë rrezikshme sepse mund të përdoren për qëllime të ndryshme. Ky është portali i e-Albania, një portal shumë i rëndësishëm, sepse nëpërmjet këtij portali ne marrim të gjitha dokumentet e mundshme dhe të gjitha llojet e aplikimeve që ne kemi ne personalisht kundrejt institucioneve të shtetit. Klikojmë tek e-Albania. Gjithmonë pasi e kemi shkarkuar nga App Store në telefon, bëjmë dhe loginin tek NID, ku shkruan tek pjesa qytetar, tek NID ne vëmë gjithmonë numrin ton personal, që e kemi tek karta identitetit apo pasaporta. Numri jon personal fillon gjithmonë me një shkronjë, pastaj janë numrat dhe në fund prap është një shkronjë. Fusim dhe passwordin, është shumë e rëndësishëm që passwordin ta dim gjithmonë, pasi e-Albania është një nga platformat më kryesore të dhënave tona. Pastaj ju hapet kjo dritare ku thot identifikohu në e-Albania, valid PIN. Ju vjen një PIN 6 shifror, i cili ju vjen gjithmonë tek numri i telefonit dhe tek emaili që ju keni vendosur tek kjo e-Albania. Në këtë rast, unë do të shkoj tek emaili. Këtu më ka ardhur kodi 6 shifror, 559924. Pasi vëm kodin, hym direkt tek faqja e e-Albanias. Në krye të faqes është gjithmonë e-Albania, në krahun e djathtë ku është dhe një rrumbullak dhe një person, ne klikojmë këtu kemi të gjitha të dhënat tona personale. Tek faqja kryesore janë të rreshtuara të gjitha shërbimet të përmbledhura në pjesën kryesore. Tek kjo faqe kemi dhe asistenti virtual. Në këtë rast asistenti virtual na ndihmon nëse ne kemi ndonjë pyetje, një paqartësi, mund t'i shkruajmë direkt dhe na kthen përgjigje në formën e një bisede, një chati. Kristina Gjina hapësira ime. Këtu tek hapësira ime, po të klikosh, gjen gjithmonë tek pjesa parë të ndryshosh të dhënat tuaja personale, tek dokumentat e mia, këtu gjen të gjitha dokumentat për të cilat ti ke bërë aplikim, të vinë në mënyrë automatike tek dokumentat e mia me vull siç i ke kërkuar. Tek videoja e dytë do të zgjedh 2 shërbime dhe do t'ju tregoj se si bëhet aplikimi për një shërbim të ndryshëm.